Ditët e fundit në Dubai, forcat e policisë së Emirateve të Bashkuara Arabe kanë arrestuar një bos shqiptar droge në Arrati. 39 vjeçari emri i cilit nuk është zbuluar ende është në kërkim që nga viti 2019 në shtetin italian dhe i përfshirë në një rrjet të rëndësishëm ndërkombëtar të trafikut të drogës. Siç raportojnë mediat italiane, operacioni i realizuar fal bashkëpunimit ndërkombëtar dhe i koordinuar nga Prokuroria e Përgjithshme pranë gjykatës së apelit të Venecias, çoi në kapjen e të dyshuarit i cili ishte dënuar me 8 vjet e 7 muaj burg për pjesëmarrje në organizatë kriminale me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike dhe shitjen e drogës. Trafikanti i drogës, tashmë i dënuar përfundimisht në Itali, kishte qenë kreu i një rrjeti kriminal me bazë operative në rajonin e Venetos. Organizata merrej me importimin e kokainës dhe marijuanës nga Hollanda dhe Shqipëria, duke i shpërndar ato në pikat e shitjes në Venecia dhe qytete të tjera të provincës si Mestre, Scorse, Noventa di Piave dhe Jesolo. Hetimi i koordinuar nga Prokuroria e Venecias dhe forcat italiane të policisë bëri të mundur ndërtimin e rolit drejtues të arratisurit i cili kujdesej për menaxhimin e kanaleve ndërkombëtare të furnizimit me drogë. Hetimet u kryen nga skuadra mobile e Venecias në bashkëpunim me shërbimin qendror operativ fal edhe përdorimit të teknologjive të avancuara për përgjime dhe mikqyrje elektronike. Aktivitetet hetimore mundsuan gjurmimin e lëvizjeve të familjarëve të arratisurit, të cilët ndodheshin në Itali, duke zbuluar se gjatë periudhës së krishtlindjes ata kishin shkuar të atakonin në Dubai, duke përfituar nga një rrjet i gjerë ndihmësish që lehtësonin lëvizjet e tij mes Shqipërisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Operacioni u zhvillua në bashkëpunim me Divizionin Interpol të Shërbimit për Bashkëpunimin Ndërkombëtar Policor, i cili siguroi një shkëmbim të vazhdueshëm informacioni me autoritetet e huaja. Kjo bëri të mundur hartëzimin e vendeve që frekuentonte i arratisuri dhe lokalizimin e tij në Dubai, ku edhe u arrestua, si u kap nga ndjekja e gruas. Një muaj më parë erdhi pika e kthesës. Gruaja u nis për pushimet e krishtlindjes duke u ndalur në Shqipëri për të shmangur çdo vëmendje të padëshiruar, por këtë herë ajo nuk pati sukses dhe policia e ndoqi atë deri në kryeqytetin arab. Dhe në atë pikë puna e skuadrës fluturuese ndryshoi. Ishte e nevojshme të aktivizoheshin kanalet ndërkombëtare përmes zyrës së prokurorit përgjithshëm dhe një task force kombëtare e dedikuar e formuar për këtë rast, e cila kërkoi bashkëpunimin e agjencive ligjzbatuese të Dubait deri në atë thirrje triumfuese. Pothuajse 7 vjet të plota në Arrati, në një nga vendpushimet më të shtrenjta në planet, ku për më tepër ai mund të paguante edhe për pjesën tjetër të vizitave të familjes së tij, dëshmuan shumat e mëdha të parave që ai kishte arritur të grumbullonte më parë dhe kështu shkallën e trafikimit të tij të paligjshëm të marijuanës dhe mbi të gjitha kokainës. Pak ditë më parë bëri buj lajmin se Kuvendi do të hapë një televizion të quajtur Media Hub. Propozimi u bë byros së Kuvendit dhe duket se mazhoranca do një televizion të vetin, ku të transmetoj aty çfarë të dojë ajo dhe jo çfarë duan mediat. Por ky televizion nuk do të jetë risia e vetme e këtij viti, pasi në dokumentet që ka siguruar pamfleti, parashikohet që do të shpenzohen gjatë vitit 2026 afro 262 milion lekë të reja, ose afro 2.7 milion euro për funksionimin e Kuvendit dhe qejfet e deputetëve. Në regjistrin e prokurorëve të Kuvendit parashikohet se vetëm për karburant do të shpenzohen 25 milion lekë gjithmonë të reja, për ujë të ambalazhuar do të shpenzohen 1.2 milion lekë. Media Hub do të kushtoj afro 42 milion lekë, ndërkohë bie në sy një element se mazhoranca ka në plan të ndryshojë karriget e sallës së seancave plenare dhe kostoja do të jetë 20 milion lekë të reja. Nëse llogarisim se salla ka 140 deputet, por duke përfshirë edhe ministrat dhe karriget e rezervë, llogaritet që nëse merren 200 karrige, të ketë një kosto prej afro 1.000 euro një karrige. 4.2 milion lekë do të shkojnë për mirëmbajtjen e makinave që ka Kuvendi dhe që i përdorin kryetari, nënkryetarët dhe personat e tjerë. Ndërkohë 40 milion lekë, afro 400.000 euro, janë planifikuar për bileta udhëtimi. Pra në total Kuvendi planifikon të shpenzojë 261.284.917 lekë. Këto janë vetëm shpenzime për prokurime nga Kuvendi. Këtu nuk futen pagat dhe dietat e deputetëve, të cilat shkojnë afro 4 milion euro në vit. Një vendim qeverie i firmosur një javë më parë nga kryeministri Edi Rama për transferimin e aksioneve të kompanisë Air Albania, si dhe informacionet e siguruara nga pamfleti, krijoi ndyshime për një aferë tjetër në favor të mikut dhe sekserit të tij Sinan Idrizi. Fakti është ky: më 15 janar 2026, me vendim numër 15, kryeministri Edi Rama i hoqi kompanisë shtetërore Alp Control pjesën prej 10% të aksioneve në shoqërinë Air Albania dhe ja kaloi në pronësi dhe administrim Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit. Nuk ka asnjë sqarim apo raport ekonomik zyrtar për qendrën kombëtare të biznesit, si dhe asnjë relacion shoqërues në vendimin e qeverisë për arsyeën pse Edi Rama transferoi aksionet shtetërore prej 10% që Alp Control zotronte në Air Albania te Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit. Por ka informacione se kjo lëvizje është pjesë e një pazari tjetër, me synim dhurimin e këtyre aksioneve shtetërore kompanisë MDN Investment SHPK në pronësi të Sinan Idrizit
për ta bërë atë aksioner shumice me 59%, ndërkohë që prej 7 vitesh zotron 49% të aksioneve në shoqërinë Air Albania. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit nuk ka asnjë interes real për të marrë barrën e ortakërisë në shoqërinë Air Albania, e cila rezulton e falimentuar prej 1 viti. Sipas informacioneve, ministri Adelina Ibrahimaj ka vepruar me urdhër të Edi Ramës për të propozuar kalimin e aksioneve. Air Albania ka rreth 100 milion euro borxhe për qira dhe servise avionësh, taksa, tarifa dhe karburant në rinas dhe në aeroportet të huaja ku operonte, paga punonjësish dhe shërbime cateringu për të cilat ndodhet në procese gjyqësore ndërkombëtare dhe nënhetim nga SPAK. Pas transferimit formal të aksioneve, kryeministri Edi Rama përmes ministres Delina Ibrahimaj dyshohet se ka menduar të realizojë aferën e radhës, duke ja kaluar 10% të aksioneve shtetërore kompanisë MDN Investment SHPK të Sinan Idrizit. Sipas informacioneve, kjo aferë në favor të mikut dhe sekserit të Bablokut pritet të realizohet përmes 2 skemave: dhënia falas e aksioneve me justifikimin e marrjes përsipër nga Sinan Idrizi të një pjese të borxhit, rreth 10 milion euro për 10% të aksioneve të kompanisë së charterit të Bablokut, shitja e aksioneve për një vlerë simbolike ose dhurimi i tyre, duke e konsideruar pjesëmarrjen e shtetit në shoqërinë Air Albania si paleverdi, me arsyetimin se kompania është e falimentuar. Ligjërisht Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, si edhe Alp Control, nuk kanë kompetencë për shitjen apo dhurimin e aksioneve publike. Për këtë arsye, Edi Rama i transferoi ato në pronësi të Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit, pasi kjo ministri administron aksionet dhe asetet publike dhe është i vetmi autoritet që mund të kryejë privatizime. Nuk është rastësi që Edi Rama e ka firmosur këtë vendim 2 muaj pasi kompania ortake Turkish Airlines deklaroi shitjen e 49% të aksioneve që zotronte në shoqërinë Air Albania, si dhe 1 muaj pas pezullimit pa afat që autoriteti i aviacionit civil i vendosi aktivitetit të kësaj kompanie. Çështja lidhet me një pronë bujqësore të përfituar sipas ligjit 7501, për të cilën ekziston një vendim gjyqësor i formës së prerë, që urdhëron kthimin dhe regjistrimin e pronës në emër të familjes bujqësore, por që në praktik nuk zbatohet. Sepse gjatë kohës që çështja ishte ende në gjykim, prona është tjetërsuar dhe ky tjetërsim është mbajtur aktiv në regjistër nga ASHK Tiranë Rurale numër 2, e cila më pas e ka përdorur pikërisht këtë fakt për të mos zbatuar vendimin e gjykatës. Prona i përket familjes bujqësore të Petrit Bardhit dhe është dokumentuar që në vitin 91 me certifikat familjare ku figurojnë Sanie Bardhi, Alban Bardhi, Cezar Bardhi dhe Kumrie Bardhi, certifikat që shërben si bazë për përfitimin sipas ligjit 7501 dhe mbi të cilën gjykata ka ndërtuar vendimin e saj duke urdhëruar fshirjen e regjistrimeve të mëvonshme dhe regjistrimin e pronës në emër të familjes bujqësore. Gjatë viteve prona është regjistruar në emër të Qemal Bardhit dhe Fiqiri Bardhit, persona që nuk rezultojnë përfitues sipas ligjit 7501, çka ka sjell hapjen e procesit gjyqësor që është mbyllur me vendimin numër 4636, datë 25/5/2017 të gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë, vendimi i cili është lënë në fuqi nga gjykata e apelit më 20/11/2024, duke i dhënë çështjes formë të prerë dhe duke e bërë vendimin të detyrueshëm për zbatim. Një ditë përpara shpalljes së këtij vendimi përfundimtar më 19/11/2024, Qemal Bardhi dhe Fiqiri Bardhi kanë lidhur kontrata durimi dhe kanë kaluar pronat objekt gjykimit e djemtë të tyre, Bledi Qemal Bardhi dhe Denis Fiqiri Bardhi, duke kryer një tjetërsim brenda familjes gjatë gjykimit dhe pa asnjë transaksion ekonomik real, veprim që ka ndryshuar pronarin vetëm në letra. Ky tjetërsim është regjistruar në kadastër dhe është mbajtur si gjendje juridike aktive, ndërkohë që pas zbardhjes së vendimit të apelit është paraqitur kërkesa për regjistrimin e vendimit gjyqësor, por ASHK Tiranë Rurale numër 2 ka kthyer përgjigje negative duke pranuar se pasuritë kanë psuar transaksione gjatë kohës së gjykimit dhe duke deklaruar se nuk mund të zbatojë vendimin sepse pronarët aktual në regjistër nuk kanë qenë palë në proces. Kjo përgjigje mban firmën e drejtorisë vendore ASHK Tiranë Rurale numër 2 dhe është e nënshkruar nga zonja Eni Sejdinaj, e cila në këtë rast ka marrë një vendim konkret administrativ që ka ndaluar zbatimin e një vendimi gjyqësor të formës së prerë, duke i dhënë efekt juridik një kontrate dhurimi të kryer gjatë gjykimit dhe duke e mbajtur atë mbi vendimin e gjykatës. Në praktik, ky veprim ka sjellë ndalimin e ekzekutimit të vendimit. Fakti konstatuar edhe nga përmbaruesi privat Shpëtim Allamani, i cili pasi ka nisur procedurat e ekzekutimit, a dhe ka hasur pengesën e krijuar nga tjetërsimi i regjistruar, e ka referuar çështjen e prokurorisë si pengesë e krijuar për zbatimin e drejtësisë. Në këtë pikë çështja nuk është më vetëm një konflikt pronësie, sepse gjykata ka vendosur, por një problem i rënd institucional që lidhet me rolin e ASHK Tiranë Rurale numër 2 në mbajtjen aktive të një tjetërsimi të kryer gjatë gjykimit dhe në ndalimin faktik të një vendimi të formës së prerë. Çka ngre pyetje të drejtë për drejta për mënyrën si janë marrë këto vendime dhe për arsyet reale pse një vendim gjyqësor nuk zbatohet. Këto janë pyetje që kërkojnë përgjigje zyrtare dhe hetim, sepse nëse mjafton një kontratë durimi e lidhur një ditë para apelit dhe një vendim administrativ i ASHK-s për të bllokuar drejtësinë, atëherë çdo vendim gjyqësor mbi pronën mbetet i cënueshëm nga e njëjta skemë.
Fjalimi nervoz i Edi Ramës në parlament për të mbuluar mungesën e tij në firmosjen e bordit të paqes nuk ishte gjë tjetër veç se një shërbim i dëshpëruar. Synimi i kryeministrit më shumë se sa për të treguar se nuk është i izoluar nga SBA-ti ishte për të shantazhuar SPAK-un. Për t'i thënë se të mos guxojë të vazhdojë hetimin ndaj tij sepse ai do të shkojë në shtëpinë e bardhë dhe se është i afërt me familjen Trump. Në të vërtetë ardhja e Ivanka Trump në Vlorë dhe në zyrën e tij në kryeministri mund të konsiderohet një zhvillim pozitiv për çdo drejtues të një shteti të vogël si Shqipëria. Është e rëndësishme pasi Ivanka nuk përfaqëson thjesht një familjare, por një figurë të lidhur drejt për drejt me presidentin amerikan. Por pikërisht këtu qëndron thelbi i çështjes. Me këtë vizitë Edi Rama duhej të ishte i kënaqur. Zakonisht kur ai është i kënaqur, shfaqet i qetë, ironik dhe flet pak. Këtë herë ndodhi e kundërta. Në kuvend ishte i tërbuar, fliste me vështirësi edhe pse fjalimin e kishte të shkruar gulçonte dhe mezi e mbante veten. Duke i qartë një pezmatim i thellë apo më shumë një ankth. Dy hipoteza të shkojnë ndërmend, ose ai ka përcjell Ivankës një mesazh negocimi ashtu siç babai i tij i bëri me Maduron përpara rrëmbimit të tij, ose përkundrazi ka marrë një mesazh se nuk mund të vazhdojë më sepse aferat e tij janë të njohura. Atmosfera në mazhorancë nuk është e qetë, edhe pse propaganda po përpiqet ta mbajë situatën si një marrëdhënie të shkëlqyer mes Edi Ramës dhe Donald Trumpit. Rama mund të shkonte në Davos, gjë që u konfirmua edhe nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila deklaroi se Edi Rama kishte ftesë zyrtare, por ai nuk shkoi. Pse? Këtu qëndron gjithë çështja. Edi Rama nuk ka lëvizur në perëndim që prej vizitës në Paris, ku mori pjesë në përurimin e katedrales së Notre Dame. Aty sipas informacioneve ai u bllokua që të takonte Donald Trumpin. Madje qarkullojnë zëra se Rama mund të anullojë edhe vizitën në Izrael të planifikuar për të hënën, ku ishte ftuar të fliste në Knesset dhe të takonte Benjamin Netanyahun. Frika e tij kryesore lidhet me faktin se në mungesë të tij SPAK-u mund të përparojë në hetimet për akshin, duke u afruar drejt për drejt zyrës së kryeministrit. Këto hetime nuk lidhen vetëm me para. Ato kanë zbardhur skemën e kapjes së shtetit nga krimi, një organigram e ndërtuar mbi informacione që sipas burimeve kanë ardhur nga SBA-t. I informuar për këtë rrezik Edi Rama në fjalën e tij në kuvend bëri autogola dhe gafa serioze që mund t'i kushtojnë politikisht. Një prej tyre ishte batuta e papërshtatshme për vajzën që ka marrë leje nga babai për të më takuar mua. Ka gjasa që vizita të jetë zhvilluar me miratimin e plotë të Donald Trump, por konteksti që përdori Edi Rama nuk qëndron. Mundësia që Ivanka të ketë përcjell një mesazh nuk është as pak e pazakontë. Një situatë e ngjashme ndodhi në vitin 97 kur Sali Berishës ju dërguan mesazhe përmes vizitës në Vlorë të George Bush dhe Colin Powell. Sot me Ivankën në Vlorë, historia duket se po përsëritet.